Kryeministër, keni deklaruar që pas certifikimit të rezultatit keni fillu bisedimet për formimin e qeverisë. Ç'është po planifikoni me bë 61 vota për me formu qeverinë? Kryeministër, po formimin e qeverisë. Kryeministri nuk foli, nuk na kallëzoi se a ka filluar me bisedu me dokënd për me mbledh 61 votat që me formu qeverinë Kurti të re. Kujtojmë që më 10 mars kryeministri Kurti na pa thonë që do të me ushpar rezultate përfundimtare, pastaj certifikimi i tyre, e pastaj bisedimet, e në fund ka pas thonë që sigurt bëhet qeveria me vetvendosin edhe me të si kryeministër. Po sot është 28 marsi, një ditë pasi që është bërë certifikimi i zgjedhjeve. Me certifikimin e rezultatit të zgjedhjeve nga KQZ është po që vetvendosi i ka 48 deputet, edhe si e vetme nuk mundet që me e formu qeverinë e re, po i nevojitet bashkëpunim. Erdhëm edhe e pyetëm kryeministrin, po çysh e pat edhe vet, asnjë fjalë nuk e tha.